Për pagjumësin ka ndonjë efekt? Për pagjumësin, patjetër. Mund të vi efekti në mënyrë indirekte. Po si? Nëse mua më dhëm koka në një pjesë këtu, bëjmë shumë mirë që unë t'i bëj një relaksim, një masazh, sepse aty nuk ka qarkulluar mirë gjaku. Nëse ndjej veten si të lodhur e kështu, nuk më qarkullon mirë gjaku në kokë. Nëse unë jam i pafuqishëm në mëngjes dhe si thuash, prap ndoshta nuk jam ngopur me gjak, shkaku është ky, në trurin tim nuk qarkullon mirë gjaku. Atëre, duke përdorur këtë murrizin, duke u përmirësuar qarkullimi i gjakut në kokë, vatrat e trurit do të frenohen lehtësisht në mbrëmje dhe njeriu fillon që të flëri qetë. Por nëse e kombinojmë me disa bimë të tjera, pra për të bërë atë sinergjin me njëra tjetrën, atëre efekti është pa diskutim i menjëhershëm dhe i mrekullueshëm në organizëm. Po si praktikisht? Marrim le themi 250-300 ml ujë. Hedhim në të një lugë gjelle me lule murrizi ose edhe frutin, cilën të kemi në shtëpi. Një lugë çaj me valerian dhe pak barblete ose dhe livando. I japim një zierje 1 deri në 2 minuta, pas 10 minuta shekullojmë dhe e pim. Do të vëmë re që nga dita në ditë, gjumi nuk do të jetë më kështu me shkëputje, që të flësh një orë të ngrihesh kështu, ose nuk do të jetë si ai gjumi që i them ne si gjumi lepuri që prapë me një herë do të bëj një gjumë të qetë, të thellë dhe trupi në mëngjes do të ndihet shumë herë më i relaksuar. Përmendëm që parë që ka shumë nga këto acidet, për shembull organike dhe ursolik, klorogjenik, kafeike, kështu me radhë. Këto acidet organike, kur shkojnë në veshka, bëjnë një mrekulli. Shkrijnë nga këto oksalatet e kalciumit, i tresin dhe ato jashqiten dalin jashtë me urinën. Atëre, ky shkarkim që i bëjmë neve veshkës, ky pastrim, bën që të gjitha ato nefronet të jenë më së mirit të shëndetshme, të qarkulloj lirshëm gjaku aty, dhe të mos ketë më kristale që atë me të vërtet e bezdisin veshkën në punën e saj.